Në nisje të sezonit turistik të pranverës, bizneset në Gjirokastër po përballen me vështirësi për sigurimin e fuqisë punëtore dhe aq më tepër gjetjen e punonjësve të kualifikuar. Përgjatë këtij viti synohet që turizmi në qytetin e Gurtë dhe rrethina të krijojë rreth 1000 vende të reja pune. Në kushtet e largimit të moshës së aftë për punë dhe veçanërisht të rinjve po krijojnë vështirësi për gjetjen e punonjësve për bizneset turistike. Edhe qarku i Gjirokastrës ka mungesë të fuqisë punëtore, sidomos kur flasim për sektorin e hotelerit turizmit, ky është akoma dhe më i ndjeshëm, mbasi të gjitha industritë e tjera mund të rinovojnë ose të vënë në jetë pajisje apo gjëra që për ta minimizuar pjesën e fuqisë punëtore, ndërsa turizmi është i vetmi sektor i cili kërkon vërtet duar pune. Edhe duar jo vetëm për të punuar, por edhe profesionistë. Dhe nga ky këndvështrim ka probleme, pothuajse në gjithë qarkun. Po të shikoni në çdo vend, në çdo status që hidhet në rrjetet sociale, të gjitha strukturat akomoduese apo agroturizmit apo kështu, kërkojnë fuqi punëtore. Ka filluar në disa biznese në dielën time që është marrë fuqi punëtore nga jashtë. Pjesa më e madhe jemi munduar me misha me shpirt të mbajmë punojësit që kemi patur edhe gjatë periudhës së dimrit. Në këtë situatë, bizneset turistike shikojnë me shpresë punësimin e të rinjve dhe nxënësve të degës së turizmit të çelur këtë vit mësimor në shkollën e mesme profesionale Thoma Papapano. Një dritë shpresë që është hapur qarku të Gjirokastrës është miratimi i degës hotelerit turizmit pra shkollës së mesme industriale Thoma Papapano. Në dielin ton aty kanë filluar vitin e parë nxënës, të cilët jemi të hapur dhe në bazë të kontratave të bashkëpunimit që kemi bërë me shkollën, për t'i patur ata nxënës dhe për të bërë praktikat e tyre mësimore pranë strukturave tona, po dhe për t'i patur në sezonin e beharit, kur ata mbarojnë shkollën. Mungesa e punonjësve dhe aq më tepër atyre të kualifikuar krijon probleme për zhvillimin e turizmit cilësor dhe ofrimin e standardeve bashkëkohore në këtë sektor kryesor për ekonominë lokale në Gjirokastër.